Si që pa ta treguar edhe në video tjera, ky personi që nuk din asgjë, me 7 qershor do mbahen zgjedhjet tani mo është definitive. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albelena Haxhiu i ka caktuar bashk renditje me partitë politike datën e zgjedhjeve që është 7 qershori. Kjo fotoja këtu e ka nxjerr Lumnirin edhe Vjosën Ivan, nuk e dim ende se kush do të jetë kandidati për kryeministër, Vjosa apo Lumniri. Mbetet mu pa, çka dim te kjo pjesë është që Vjosa ka lyp 4 emra në 10-shën e parë dhe 6 në 10-shën e dytë me qenë të përzgjedhur drejt për drejt nga Vjosa, kështu po përflitet. Sa është e vërtet, mbetet edhe kjo mu pa. Pyetja këtu është, këtë do ta votoni me 7 qershor, unë nuk hin se tema se cili voton KD edhe ka është më të arsyeshëm. A mendoni që e ka me të drejtë Dardan Mollisha kur thotë që mund ta përçaj LDK-n ende më shumë rikthimi i Vjosës? Pra, parti njerëz atje mrena me kon pa kënaqur me rikthimin e saj edhe mu përçaj më shumë LDK apo jo?